kuptojnë të vërtetën. Kush në qeveris dhe kush duhet të iki, se në fund fare fatura është e rëndë dhe të paguajmë të gjithë. Dhe problemi në zgjedhje kush është? Në rast se ti mërzotri më voton PS-n, e kupton? Nuk më jep mua të drejtën që kam votu një parti tjetër që mos paguaj faturën që ti më detyrove të shkoj ta paguaj unë tani. Sepse unë e di si e doja votimet. Po mërzotri, të hapura. Pse të hapura? Kush voton Parti Socialiste dhe kesh qeveris Partia Socialiste, fatura atit në shtëpi dhe të dalë ai për zot pa drejtësisë dhe burgaxhit që na kanë krijuar këto 12 vite. E drejtë, kjo është e drejta. Kush tjetër na ka krijuar që ka votuar këtë parti, fatura të shkojë këtit. Po jo ama unë të paguaj faturën e dikujt që është kryeplak, është një trafikant ose më mirë është një dallaveregji në kadastër, të paguaj faturën sepse ai i bën vota partisë. Nuk shkon kështu, kjo është e padrejtë. Prandaj që të konkludojmë, këto thyrjet, këto etiketime janë etiketime që cënojnë demokracinë, vendin, zhvillimin e politikës dhe prandaj me qëllim politika jonë nuk ka kaq shumë avantazh, sepse dalin këto individ e ulin nivelin e politikës që t'i thënë popullit, shiko qa jemi ne, mos dil me votu. Pra, mos të inkurajohet populli. Unë në çdo mesazh nga sot e deri me datën 11 maj, shkoni, votoni për të ardhmen tonë. Lerni batutat i fusin atje ku e meritojnë dhe t'i fusin për veten e tyre. Shkoni, votoni dhe mos u merrni peng nga askush që ju merr peng të ardhmen, të drejtën, të ardhmen shqiptarëve, sepse nesër në rast se bëni gabim edhe votoni po të njëjtit, të cilët nga politikanë janë katandisur burgaxhi, dhe nesër kur të keni hall në hipotekë dhe të thoni avokatit, avokat ç'a të bëjmë, unë do ju them pas 11 majin me tallava shkoni përpara atit. Po ju pëlqej atit kërcimi, ja zgjidh hallin. Në rast se nuk i pëlqen atit kërcimin, do mbgeleni akoma në radhë duke pritur të drejtat tuaj që ai t'ja zgjidhi sipas dëshirës së tij. Prandaj votoni dhe shkoni dhe vetëm votoni. Ju keni folur për një listë ku administrata e Trump ka përfshirë gjithë personat të cilët mund të shpallen non grata apo personat të cilët kanë lidhje me Fondacionin Soros, të cilët mund të goditen nga administrata e Donald Trump. A bën pjesë Edi Rama në këtë listë? Lista përbëhet nga 69 individ, zonja dhe zotri, të cilët kanë një qasje, një qëndrim politik dhe kanë pas një lidhje dashurie, respekti me familjen e George Soros dhe Alexin. Alexi ku je? Dhe duke qenë në këto kushte, sigurisht nga burimet që unë disponoj, kjo listë zyrtare është 69 emra, nga të cilët 69 emra janë në zyrën qendrore të Partisë Republikane Amerikane, kur normalisht është përfshi dhe kryeministi Rama për shkak se fotot dhe videot e tij janë publike dhe nuk janë sekrete. Sigurisht që administrata Trump nuk pranon zotin Rama, sepse normalisht kush është i atashuar pranë zotit Soros, normalisht është dhe kundërshtar dhe armik i zotit Trump. Gjithashtu dua të sjell në vëmendjen tuaj diçka që sot asnjë media nuk e përcjell, po për shkak se më pyetet për listën që un kam cituar, është një listë zyrtare e cila kërkon reflektim për ta studiuar nga njerëz, sepse pikrisht Partia Republikane Amerikane ka njerëz të cilët i kontakton në shtete të ndryshme dhe merr një mendim apo merr disa emra dhe nga këto emra rezulton që dikush ka dhënë edhe një video tek administrata Trump që i rikujton qëndrimin publik të zotit Rama në 2016 ose 17, 2016 mos gaboj, për ardhin e zotit Trump që e quajti njeri të rrezikshëm.
Në rast se ju kupton fakti që zoti Rama në administratën e Trumpit nuk është se ka bërë ndonjë takim personal me te, po thjesht ka bërë takim institucional që ka të bëjë me NATO-n. Gjithashtu, në truezën e NATO-s që ka bërë Trumpi në presidencën e parë, oqi nga trueza dhe nga dreka, të gjithë ata të cilët janë borxhlir ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk kanë paguar pjesën e tyre takuese të antarësimit në NATO. Dhe si ishte justifikimi i zotit Rama atëre? Justifikimi ishte i tillë: unë po iki se kam një agent në Rom. Tani, ose në Itali, nuk e mbaj mend ku ka qenë, po në një vend tjetër. Tani, ekziston shqiptar në botë që kur ka një aktivitet në botë flasë, me presidentin Amerikan, me shtëpinë e bardhë, të thotë, unë po iki nga presidenti, sepse kam agent jashtë vendit në një vend tjetër. Asnjë se bën atë. Edhe sikur këtu t'ishte shpath gjendja jashtëzakonshme në Shqipëri, ai thoshte forcat shkonin e zgjidhnin hallin, sepse unë do bëj foton e famshme në shtëpinë e bardhë, atëherë që u bë ai skandal i famshëm që edhe atë lavazhierët e pastrojnë në ekranet sepse është problem hallet, se kanë hallet gjithë, kanë shumë gjëra. Unë do t'jem gjithmonë koherent, gjithmonë ashtu siç kam qenë dhe do të mbetem, sepse për mua e vërteta është që asnjë politikan shqiptar nuk duhet të tallet me ne, po edhe memorien tonë. Unë prandaj i rikujtoj shqiptarëve që Rama dhe Berisha, në rast se janë e keq ashtu siç ju mendoni, mos i miratoni me votën tuaj, por ama mos heshni duke na thënë që kriminal njëri, kriminal tjetri, po mbajmë këtë që na ka çuar nga politikani, ka çuar njerëzit burgaxhi, sepse nuk është e logjikshme, është kontradiktore, nuk ka absolutisht asnjë rast me realitetin. Prandaj që të konkludojmë, me gjitha këto rrethana që unë citova më përpara, patjetër lista është e gjatë, prandaj dhe analiza ishte pak e gjatë, por patjetër përfshin dhe zotin Rama, sepse faktet që unë ju thash dhe ju a tregova janë botërisht të ditura dhe nuk është se unë shpif diçka dhe nuk them të vërtetën. I keni në faqen në YouTube, i keni kudo që duket qartazi që Rama kishte një linjë kundër Trumpit dhe ajo çfarë Rama ka bërë është e pafalshme për administratën e Trumpit. A mendoni se Edi Rama është i izoluar ndërkombëtarisht dhe kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se as në Paris, në ceremoninë e inaugurimit të rindërtimit, të rekonstruksionit të katedrales Notre Dame nuk u takua dot me Donald Trump, por as së fundmi në Rom, ku ju dha lamtumira e fundit Papa Franceskut, Edi Rama nuk ishte i pranishëm. Atëre, për opinionin publik, Rama kur mori rolet e tij, për mendimin tim gabim bëri, që i doli Rusisë në atë formë që i doli, inshallah një zot na shpëton, sa ata janë të çuditshëm rusët. Gjithashtu dhe iranianët që na sulmuan, mënyra që Shqipëria doli në arenën ndërkombëtare, kur unë shikoj ambasadorët të shteteve të tjera në OKB me kostume nga 30.000 euro, 40.000 euro, dhe shikoj ambasadorin ton me një kostum 5.000 euro, edhe më shkon ti mua, si kryeministër, pse jemi Albania, edhe më shkon ti mua në një institucion, edhe më shpall lufti mua me Rusin, ku halli Rusisë dhe Ukrainës është i çështjes të tyre të brendshme, dhe ti e vendos popullin shqiptar sepse kënaqet dikush që të bëj luftë për të përfituar para në kurrizin ton,